ka sekrete që i vret koha, dhe të tjera që koha vetëm i mbulon me pluhur, derisa dikush vendos të fryjë mbi të. Një vajzë, pas 26 vitesh, do të zbuloj se vdekja e nënës së saj. Një ngjarje që e kishte ndjekur gjithë jetën si një hije. Nuk kishte qenë as aksidentale, as e pashpjegueshme. Ishte fshehur pas një heshtjeje të ndërtuar me kujdes nga njeriu që ajo besonte më shumë në botë, vëllai i saj. Por ajo që do të mësoj, nuk do ta trondit vetëm për të shkuarën, do të ndryshoj përjetësisht mënyrën si e sheh dashurinë, fajin dhe familjen. Heshtja e shtëpisë së vjetër ishte një mëngjes i zymt në mars, kur Elona vendosi të kthehej për herë të parë pas shumë vitesh në shtëpinë e fëmijërisë. Era e lagështisë, dërasa që kërcisnin nën këmbë, dhe dritaret që nuk ishin hapur prej dekadash, i sollën në mend çdo kujtim të mbetur pezull, sidomos zërin e nënës që e thëriste në mëngjes. Elo, zgjohet dielli, moj bi, mos e le të pres. Por dielli s'ishte ngritur më në atë shtëpi që nga ajo ditë e komshme, 26 vjet më parë, kur gjithçka ndryshoi. Elona atëherë kishte qenë vetëm 9 vjeçe. Kujtonte zhurmën e ambulancës, fytyrat e njerëzve që flisnin me zë të ulët, dhe vëllain e saj, Arionin, që i kishte mbuluar syt me duar duke i përshpëritur. Mos shiko, Elo, mos e shiko, të lutem, që atë ditë, asnjëri prej tyre nuk e përmendi më nënën. Babai u zhduk për disa vite jashtë shtetit, dhe kur u kthye, shtëpia ishte bosh. Elona ishte martuar dhe kishte nisur jetën e saj në Tiranë, ndërsa Arioni kishte mbetur në fshat, duke jetuar i vetëm me kujtimet. Por këtë herë, arsyeja e kthimit të saj s'kishte qenë nostalgjia. Kishte qenë një telefonatë e çuditshme. Një javë më parë, një grua e panjohur e kishte telefonuar duke i thënë: "Zonja Elona, më vjen keq që ju shqetësoj, por mendoj se duhet të dini diçka për nënën tuaj, Donika, diçka që vëllai juaj e ka fshehur për shumë vite." Pastaj zëri ishte ndërprer. Nuk kishte pranuar të thoshte më shumë, që prej asaj nate, gjumi i Elonës ishte kthyer në mak. Pse tani, pas kaq vitesh, çfarë kishte fshehur Arioni, dhe pse ajo grua kishte tingëlluar sikur e njihte nënën e saj. Kur arriti para shtëpisë, ajo e gjeti portën të hapur. Nuk priste ta gjente kështu, sepse vëllai i saj ishte gjithmonë i kujdesshëm. Por këtë herë, porta vare shtrembër, sikur dikush e kishte shtyrë me forcë. Brenda, në korridor, kishte ende aromën e vajit të trumzës që nëna përdorte për dhimbjen e kokës. Dhe në murin kryesor, fotografia e saj, një grua e bukur me sy të gjelbër dhe një buzëqeshje që i fshihte lodhjen. Elona, u dëgjua një zë nga dhoma e brendshme. Ajo u kthye menjëherë. Ishte Arioni. Ishte plakur më shumë nga që kishte menduar. Elo, nuk prisja të vije kaq shpejt. Unë mora një telefonat. Ai ngriti vetullat. Telefonat. Po, nga dikush që më tha se ti di diçka për nënën. Në atë çast, diçka u ndryshua në fytyrën e tij. Syt ju mbushën me një lloj frike që nuk mund ta fshihte dot. Ai uli kokën dhe tha: "Nuk duhej të kishe ardhur." Një sekond që zgjat 26 vite Elona u ngrys. "Ç'do të thot kjo, Arion? Çfarë ke fshehur?" Ai u ul në karrigen pranë dritares, duke parë jashtë, ku gjethet e thara lëviznin ngadalë. "Ka gjëra që është më mirë të mos zbulohen, Elo. Ndonjëherë e vërteta nuk shëron, vetëm plagos më thellë. Unë kam jetuar gjithë jetën me plagën e mosdijes. Më ke mbajtur në errësirë. Dua të di çfarë ndodhi atë ditë." Ai ngriti kokën, dhe në sytë e tij ajo palot. "Nëna nuk vdiq nga një aksident." Elona u ngrir. "Çfarë po thua?" Arioni e mori frymën me vështirësi. Ajo u vra. Kjo fjalë i ra në kokë si rufe. Për 26 vite, ajo kishte besuar se nëna e saj kishte ndëruar jetë nga një rrëzim aksidental në obor. Siç i kishin thënë të gjithë: "Pse s'më the? Pse askush nuk më tha?" "Sepse babai se lejojti." Ai ishte i përfshirë. Elona u tërhoq një hap prapa, sikur dikush i kishte goditur zemrën me grush. "Babai ynë, ti po më thua që..." Ai tundi kokën, me zërin që i dridhej. "Po, ishte një natë e tmerrshme. Ai kishte pirë. U grindëm për diçka që unë se kuptova dot atëherë. Ajo e kishte gati valigjen për të ikur. Dhe unë isha atje, dëgjova gjithçka." Ai mbylli syt, sikur çdo fjalë i diçte buzët. Pash nënën të rrëzohej. Pash baban të qëndronte mbi të me duar që i dridheshin. Ai më pa në sy dhe tha vetëm: "Mos thuaj kur asgjë. Është për të mirën tënde, për të mirën e motrës tënde." Dhe unë ju binda. Elona filloi të dridhej. Jo, nuk mund të jetë e vërtet. Ai e dashuronte nënën. E dashuronte, po edhe e xhelozonte. Kishte një burr tjetër në mes. Një sekret që ajo e mbante për ne.
Babai e mori vesh dhe gjithçka u shkatërua atë natë. Në atë moment, Elona ndjeu sikur dyshemeja po i hapej nën këmbë. Çdo kujtim që kishte, çdo përqafim, çdo darkë, çdo fotografi familjare, u kthye në një gënjeshtër të madhe. Dhe ti heshtje gjithë këto vite? Bërtiti ajo, sepse kam jetuar me frikë, Elo. Ai më kërcënoi. Tha se nëse ndonjëherë tregoja, do të na ndodhte e njëjta gjë. Po tani ai s'është më, por e vërteta s'ka pushuar së më ndjekuri asnjë natë. Ai u ngrit dhe mori një kuti druri nga dollapi i vjetër. Kjo është arsyeja pse të telefonuan. Në kuti kishte disa letra të vjetra, të zverdhura nga koha, dhe një ditar. Në kapakun e tij ishte shkruar me shkrimin e nënës: për Elonen, nëse ndonjëherë më mungon e vërteta. Fletët që flasin Elona e mori me duar që i dridheshin. Kur hapi fletën e parë, lexoi: nuk e di nëse do kem mundësi ta lexoni ndonjëherë këtë, por ndjej se jam në rrezik. Arbeni nuk është më i njëjti njeri. Ka zbuluar gjithçka për lidhjen time me Ilirin. I trembem, por nuk mund të largohem pa ju parë dhe përqafuar një herë të fundit. Nëse diçka më ndodh, dijeni se e kam dashur çdo grimc të jetës tuaj. Elona ngriti syt me lot që i rëshisnin pa zë. Kush është Iliri? Arioni ngriti supet me ndjenjë faji. Një burr që jetonte përballë nesh dikur. Nuk e kisha njohur mirë. Ishte mik i vjetër i saj nga rinia. A është ai që të telefonoi? Jo. Ai ka vdekur shumë vite më parë, por gruaja që të mori është vajza e tij. Në atë çast, dera e jashtme u përplas. Një hije u duk në korridor. Elona u ngrit menjëherë, por Arioni i bëri shenjë të mos lëvizte. Dikush na ka ndjekur, përshpëriti ai, dera u hap ngadalë. Një grua rreth të 50-ave hyri brenda. Kishte flokë të errët, të mbledhur me kujdes, dhe një fytyrë që mbante dhimbjen e dikujt që kishte jetuar shumë me kujtime. Unë jam Mira, tha ajo me zë të butë, vajza e Ilirit, dhe kam ardhur t'ju them të vërtetën që prindërit tan s'mundën ta thonë. Në atë moment, ajri në shtëpi u mbush me një ndjesi të çuditshme, si një përzierje mes frikës dhe lehtësimit. Elona kuptoi se ajo që kishte filluar si një rikthim i thjeshtë në shtëpinë e fëmijërisë, do të shndërrohej në një udhëtim të dhimbshëm drejt rënjeve të së vërtetës. Një vërtet që do të shkatëronte gjithçka që ajo kishte besuar, por ndoshta, për herë të parë pas 26 vitesh, do ta çlironte. E vërteta që priste në hije, Mira qëndronte në prag, me sytë që ndizeshin si prush në dritën e zbehtë të pasdites. Arioni e njohu menjëherë, e kishte parë dikur, vite më parë, në funeralin e Ilirit. Ti, tha ai zënë në befasi. Pse tani, pas gjithë këtyre viteve? Ajo hodhi sytë rreth e rrotull dhomës, pastaj u ul ngadalë në karrige. Sepse koha nuk pret më, dhe sepse babai im para se të vdiste, më la një letër. Një letër për Donikën, nënën tuaj. Por ajo se mori kur. Ai më tha, një ditë, vajza e saj do vi ta kërkoj të vërtetën. Jepja asaj. Në duart e Mirës kishte një zarf të vjetër, të njollosur nga koha. E vendosi mbi tavolinë. Elona e mori, me zemrën që i rrihte fort. Në pjesën e pasme ishte shkrimi i dorës së nënës së saj, i njëjtë me atë që kishte parë në ditar, por brenda zarfit, letra ishte shkruar nga një burr. Ajo filloi ta lexonte me zë të dridhur. Donika, nëse kjo letër arri në duart e tua, di se s'mund të largohem pa ta thënë këtë. Të kam dashur gjithë jetën, edhe pse jeta na ndau në rrugë të ndryshme. Nuk mund të jetosh më me një njeri që të shkatëron shpirtin. Arbeni nuk është ai që dikur besoje. E kam parë me sytë e mi se çfarë fsheh. Largoju, për vete dhe për fëmijët. Kur Elona mbaroi leximin, heshtja rambi të tre. Një heshtje që dukej se zgjati një shekull. Pra, ishte e vërtet, përshpëriti Arioni. Ata ishin dashuruar. Mira uli kokën. Po. Dhe unë jam dëshmia e asaj dashurie. Elona ngriti sytë e tronditur. Çfarë do të thuash me këtë? Donika ishte si një nën për mua. Ajo kujdesej për mua kur nëna ime e vërtet ishte e sëmur. Kur ajo vdiq, Donika u lidh më shumë me baban tim. Ata e mbajtën gjithçka sekret sepse shoqëria e asaj kohe nuk falte një grua të martuar që dashurohej përsëri, por kishte diçka që askush se dinte. Donika ishte shtatzën. Zemra e Elonës ndaloi për një çast. Shtatzën? Po, tha Mira me zë të ulët. Dhe askush se mori vesh. Fëmia nuk mbijetoi, por Arbeni e mori vesh dhe e humbi arsyen. Arioni u ngrit në këmbë, fytyra i ishte zbehur. Jo, nuk mund të jetë e vërtet. Unë se kam ditur këtë.
Ai më tha vetëm se ajo donte të largohej. Mira tundi kokën. Ai se la të largohej. E detyroi të qëndronte. Dhe atë natë që ajo vdiq, babai im ishte në rrugë për ta marrë. Në atë çast, Elona ndjeu se gjithçka po merrte formë. Çdo copës që s'kishte kuptim, çdo heshtje e Arionit, çdo mungesë e babait më pas, të gjitha lidhej me këtë natë. Por diçka sërish nuk i dilte. Pse tani, Mira? Pse pas gjithë këtyre viteve? Çfarë do prej nesh? Mira mori i frym thellë, sepse dua që emri i nënës suaj të mos mbetet më në hije. Dua që njerëzit të dinë të vërtetën për atë që ndodhi. Dhe sepse në atë natë, babai im nuk ishte vetëm. Ajo hodhi një vështrim drejt Arionit. Arion, ti ishe atje. Një kujtim që djeggjyra ju zhduk nga fytyra e Arionit. Çfarë po thua? Ti e di mirë. Babai im më ka thënë se kishte parë një djalë të vogël në dritare, duke qarë, teksa Donika binte. Ai më tha se e dinte se ajo s'kishte rënë rastësisht. Arioni u lëkun, sikur do të rëzohej. Unë e kam parë, por kam heshtur. Kam heshtur, sepse ai më detyroi ta besoja se ishte faji i saj. Elona e pa me tronditje. Pra, ti e dije që ajo ishte vrarë nga babai. Dhe s'ke thënë asgjë. Po të kisha folur, ai do të më kishte mbytur edhe mua. Ishe e vogël, s'dija ç'të bëja. Kam jetuar me fajin çdo ditë, Elo. Bërtiti ai me zë të ngjirur. Sytë e Mirës u mbushën me dëmshuri. Nuk e fajsoj. Të gjithë ishim viktima të një kohe, ku heshtja ishte mënyra e vetme për të mbjetuar. Por tani, duhet të përballemi me të shkuarën. Ajo nxori nga çanta një kaset të vjetër. Kjo është arsyeja pse ju kërkova të dyve. Kjo kaset është regjistrimi i fundit që babai im bëri para se të vdiste. Ai e la në kujdesin tim, duke më thënë ta jap vetëm nëse një ditë dikush do të kërkonte të vërtetën. Elona e mori në duar. Ishte një kaset magnetofoni, e vjetër, me etiketa të zbehura ku shkruhej: Nata e fundit, Donika. E ke dëgjuar? Jo. Dhe nuk dua ta dëgjoj vetëm, tha Mira. Ata u ulën pranë magnetofonit të vjetër të shtëpisë. Zëri i kasetës nisi të kërciste si një frymë e largët. Pastaj, një zëburi i rënd, i lodhur, u dëgjua. Nëse dikush e gjen këtë, dijeni se ajo natë nuk më le të qetë. Donika duhej të largohej me mua, por Arbeni e mori vesh. Kur mbërita në shtëpi, ajo ishte shtrirë në tokë. Arbeni po ikte. Më pa dhe tha, erdhe shumë vonë. Nuk e di nëse ajo ishte ende gjallë, por sytë e saj u mbyllën në duart e mia. Dhe unë e betova veten se një ditë do të tregoj gjithçka. Kur zëri pushoi, askush s'mund të fliste. Vetëm tingulli i shiut që filloi jashtë mbushi heshtjen. Elona e mbuloi fytyrën me duar. Pra, nëna ime vdiq në duart e një burri tjetër, dhe babai i miku, duke na lënë me një gënjeshtër. Arioni vendosi dorën mbi supin e saj. Ajo vdiq e dashur, Elo, e dashur nga dikush që nuk e tradhtoi kurrë në shpirt. Një zbulim tjetër kur Mira u ngrit për t'u larguar. Dielli po perëndonte. Ajo u kthye te dera dhe tha: "Ka diçka tjetër që duhet ta dini. Në varrezat e fshatit, pranë varrit të Donikës, gjendet një varr pa emër. Është varri i foshnjës që ajo se arriti të linte. Babai im e varrosi, fshehur azi atje. Ndoshta duhet i bashkoni tani, pas gjithë këtyre viteve." Elona u ndal. Një varr pa emër, po, tha Mira. Është koha që ai varr të marrë emrin që i takon. Pas largimit të saj, Arioni dhe Elona shkuan në varreza. Shiu kishte pushuar, dhe qielli kishte marrë ngjyrën e argjend të mbrëmjes. Në fund të rrugicës së vjetër, përballë një çiparisi të madh, qëndronte një gur i vogël pa mbishkrim. Elona ra në gjunjë përpara tij. Kjo ka qenë gjithmonë këtu. Kam kaluar pranë tij qindra herë. Po, tha Arioni me zë të ulët. Dhe se kam guxuar kur ta prek. Ajo nxori një letër të vogël nga xhepi, një copë nga ditari i nënës që e kishte marrë me vete. Me shkrim të dridhur, shkroi: "Për atë dashuri që nuk mori frym, por jeton në zemrat tona." E vendosi mbi gur, dhe për herë të parë pas 26 vitesh, ndjeu se diçka në shpirtin e saj u çlirua. Arioni qëndroi në heshtje pasaj. "Do më falësh ndonjëherë?" pyeti ai me zë të butë. Elona nuk ju përgjigj menjëherë. "Faji yt ishte heshtja, Arion, por më ke dhënë edhe të vërtetën. Dhe ndonjëherë, e vërteta është mënyra e vetme për të falur." Ata qëndruan gjatë aty, derisa nata ra plotësisht. Dhe në dritën e hënës, Elona pa diçka që se kishte parë kur më parë. Një ndjenjë paqeje në fytyrën e vëllait të saj. Në fund, ajo kuptoi se ndonjëherë dashuria dhe faji janë dy faqe të së njëjtës monedhe.
dhe se vetëm kur i kthen të dyja, e sheh vërtet se kush ishte dikur. 3 ditë pas takimit me Mirën, Elona nuk mundi të gjente paqe. Edhe pse kishte marrë përgjigje, diçka brenda saj i thoshte se historia nuk ishte mbyllur. Ditarin e nënës e kishte sjell me vete në Tiranë, dhe çdo natë lexonte si të ishte një bibël e dhimbjes. Por atë mbrëmje, ndërsa ktheu një fletë që i kishte rëshitur nga lagështia, gjeti diçka që se kishte parë më parë. Në fund të faqes, pas një shkrimi të fshirë, ishte një resht i shtuar me dorë tjetër më të trash, më të nxitua. Lexonte. Nëse s'më gjen dot më, pyet Marianën. Ajo e di gjithçka. Elona u ngrit me trupin që i dridhej. Mariana nuk e njihte asnjë grua me atë emër. Pyeti Arionin përmes telefonit. Ai u hesht për disa sekonda. Po, Mariana ka qenë komshia jon, gruaja e farmacistit. Jetonte përballë nesh, por ajo u zhduk pak pas vdekjes së nënës. Askush se pa më. Zhduk, si do me thënë, thjesht i ku një natë. Disa thonin se u largua në Itali, të tjerë se e mbyti burri i saj nga xhelozia. Askush nuk e di të vërtetën. Elona e ndjeu se fryma i ngushtohej. Një grua që dinte gjithçka dhe që u zhduk menjëherë pas tragjedisë. Nuk mund të ishte rastësi. Ajo vendosi të kthehej përsëri në fshat. Rikthimi në hijet e fëmijërisë së shtëpia, dukej edhe më e trisht në dritën e hënës. Arioni e priti në derë, i lodhur, me një cigare që i digjej në gishta dridhës. Elo, pse s'më the se do vije sonte? Po më shqetëson kjo histori, sepse mendoj se s'ka përfunduar. Duhet ta gjej Marianën. Ai ngriti supet. Pas 26 vitesh. Ajo mund të jetë kudo. Diku duhet të ketë një gjurmë, një adresë, një emër, një dokument. Ata hyn brenda. Elona nisi të kërkojë në sirtarët e vjetër. Në fund të një kutie me letra të nënës, gjeti një faturë të zverdhur të farmacisë lokale. Në cep ishte një shënim i vogël. Për Marianën kujdesu për të, është më vetmja që di. Sytë e Elonës u mbushën me dritë. Ajo ishte mike e ngushtë e nënës. Ndoshta e dinte gjithçka që ndodhi atë natë. Arioni e shikoi me frikë. Nëse ajo vërtet e di, pse nuk foli kurrë? Sepse ndoshta kishte arsye për të heshtur. Por tani, nëse është ende gjallë, duhet ta gjejmë. Në kërkim të së zhdukurës nesërmen, Elona shkoi në bashki. Arkivat ishin të pluhurosura, por një grua e moshuar që punonte atje, zonja Vjollca, kujtonte diçka. Mariana? Po, e mbaj mend. Ishte një grua shumë e qetë, e mirë. Punonte në farmaci, kishte djalin e vogël. Pas asaj nate, iku fshehurazi. Nuk bëri asnjë njoftim. E dini ku shkoi? Dëgjova se kishte një motër në Shkodër. Më shumë se di. Elona se humbi kohën. Mori makinën dhe u nis drejt Shkodrës. Rruga ishte gjatë dhe heshtur, por çdo kilometër i sillte ndërmend fytyrën e nënës, si e qeshte, si i rregullonte flokët para pasqyrës, si i përqafonte. Dhe çdo kujtim e bënte plagën më të thellë. Në Shkodër, pas shumë pyetjesh, arriti te një shtëpi e vogël në lagjen Parruc. Një grua me flokë të thinjura, me shikim të qetë, i hapi derën. Po kërkoj Marianën, tha Elona me zë të dridhur. Gruaja e pa gjatë. E njoh shumë mirë. Jam motra e saj. Por Mariana nuk është më. Vdiq para 5 vitesh. Elona uli kokën, por shtoi gruaja. Ajo la diçka pas. Një kuti druri me inicialet D dhe një letër ku shkruante. Për Elonën, nëse një ditë do të kërkoj të vërtetën. Trashëgimia e fundit kur Elona hapi kutin, brenda gjeti një fletore të vogël, një fotografi të vjetër dhe një copë materiali me njolla të vjetra. Në foto, Donika ishte me Marianën të dyja buzëqeshnin përpara farmacisë. Në prapavi dukej edhe një burr, Arbeni. Fletoria kishte disa reshta të shkruar me dorë nga Mariana. E pash gjithçka atë natë. Donika erdhi tek unë për të fshehur, me lot në sy. Më tha se do të largohej me Ilirin. Por para se të dilte, Arbeni hyri. Ai ishte jashtë vetes. Dëgjova britma, pastaj një zhurmë të fortë. Kur u futa, ajo ishte në tokë. Ai më pa dhe më tha, nëse flet, do thuhet se ishe ti. Kam heshtur gjithë jetën, por s'mund të vdes me këtë barë. Të vërtetën e di edhe dikush tjetër. Djali im, Adrian. Ai ishte vetëm 6 vjeç atë natë, por e pa nga dritarja. Ai është dëshmitari i fundit. Elona ndjeu gjakun t'i ngrinte. Djali i saj, Adrian, gruaja e motrës tha. Ai jeton ende këtu në Shkodër. Punon si fotograf. Është një djalë i mirë, por nuk flet kurrë për të shkuarën. Takimi me dëshmitarin të nesërmen.
Elona e gjeti Adrianin në një studio të vogël fotografie. Kishte sy të thellë, melankolik, dhe duar që dridheshin lehtë kur prekte aparatin. Ti e djali i Marianës? Po. Kush je ti? Jam vajza e Donikës. Ai u ngrit me njëherë. E dija që një ditë do vije. E dije? Po. Nëna më tregoi gjithçka para se të vdiste. Më tha që të mos flisja derisa dikush të vinte të kërkonte. Ai e mori në dhomën e pasme dhe nxori një fotografi të zverdhur. E bëra atë natë. Nga dritarja. Isha fëmijë, por aparati i babait më kishte mbetur në dorë. Dëgjova britma dhe bëra një foto. Elona e mori me duar që i dridheshin. Në foto duke i obori shtëpisë së tyre, nën dritën e hënës. Në mes, trupi një gruaje shtrirë, Donika, por në cep, pran portës, duke një tjetër hije. Një burr që largohej, nuk ishte Arbeni. Ishte dikush tjetër, Elona u shtang. Ky nuk është babai im. Adriani pohoi. Jo. Ky është Iliri. Zëri i saj u thye. Por Iliri tha në kaset që e gjeti të vdekur. Jo, ai e gjeti të plagosur. Ajo ishte ende gjallë. Por ai iku. Ai e la aty. Dhe kur u kthye, ajo s'ishte më. Elona ndjeu një therrje në zemër. Pra, ai nuk e vrau, por as nuk e shpëtoi. E sakt, tha Adriani. Ai e la të vdiste. Nga frika. E vërteta e plotë kur Elona u kthye në shtëpi. Qielli ishte i zymt. E kishte kuptuar gjithçka. Nëna e saj kishte dashur të largohej me Ilirin. Babai kishte dalë përpara. Gjatë përplasjes, ajo ishte rrëzuar dhe ishte plagosur rënd. Arbeni, i dehur, ishte larguar duke menduar se ajo kishte vdekur. Pak më vonë, Iliri kishte ardhur e kishte gjetur ende gjallë, por nga frika, nga faji, nga turpi, ishte larguar. Dhe ajo kishte ndëruar jetë vetëm, në oborin e shtëpisë. E vërteta nuk kishte një fajtor të vetëm. Kishte 3 heshtje që e vran, e Arbenit, e Ilirit dhe Marianës. Elona e mbështeti kokën në mur dhe qau gjatë, pa zë, por në mes të dhimbjes, ndjeu edhe një lloj çlirimi. Më në fund, çdo pjesë e historisë kishte dalë në dritë. Në mëngjes, bashkë me Arionin, vendosën të vendosnin një pllak të re në varrin e nënës, në të shkruan: Donika e një grua që dashuroi mbi frikën, e vërteta e saj jeton në ne. Kur u ngritën për të ikur, Elona pa një rrezë dielli që binte mbi varrin e vogël pranë, atë pa emër. Në atë çast, ajo ndjeu një qetësi që se kishte ndjer kurrë më parë. E kapi dorën e vëllait dhe tha: "Tani e di pse heshtje, Arion. Dhe tani mund të heshtim bashk, por me paqe."